Në regionin më të gjerë të Pollogut po shënohet kulmi i sezonit të dasmave. Si që është tradit, dasma pa krisma vështirë se realizohet në këtë territor dhe përpasoj gjatë javës që e lam pas janë shënuar disa raste të lënduarve nga armët e zjarrit. Rasti i fundit është shënuar dje kur një person i panjohur që ka marrë pjesë në një aheng familjar në oborin e një shtëpie në rrugën Mara Ugrinova në Gostivar ka krisur me armë zjarri. Me këtë rast, plumbi pas përplasjes në asfalt ka goditur një 31 vjeçar nga Tumçevishti, duke i shkaktuar plak në pjesën e mjekrës. I lënduari është dërguar në spitalin e Gostivarit dhe pas ndihmës mjekësore që ja kanë dhënë mjekët atje, është dërguar për në klinikat e Shkupit. Në vendin e ngjarjes është kryer inspektimi detajuar ndërsa për shkak të dyshimit për vepër penale, shkaktimi rrezikut të përgjithshëm, është privuar nga liria një 58 vjeçar nga Banjica e Poshtme, nga i cili është marrë pistoleta me të cilën supozohet se është krisur dhe me të është plagosur 31 vjeçari e që e njëjta ka qenë pa leje. Nga sektori i punëve të brendshme Tetov përsërisin apelin që qytetarët të përmbahen nga krisja me armë zjarri, por edhe me mjete piroteknike dhe fishek zjarre. Kjo për arsye se krisja është në kundërshtim me ligjin për rend dhe qetësi publike, ndërsa gjoba për këtë lloj shkelje është prej 200 deri më 500 euro. Varësisht nga rrethanat dhe pasojat që mund të shkaktohen, krisja mund të llogaritet edhe si vepër penale, për të cilën parashikohet dënim me burg prej 5 deri më 10 vite. Sektori i punëve të brendshme Tetov dhe të gjitha stacionet policore të regionit të Pollogut tashmë e kanë intensifikuar praninë e tyre në terren me qëllim të identifikimit dhe sankcionimit të këtyre shkeljeve konform ligjit, e tërë kjo me qëllim që të veprohet në mënyrë preventive për sigurinë e qytetarëve.